sa vota janë saksisht mund të merret veç se në seancë plenare. Maksimumi im që u dëshmu me 26 tetor është minimumi Glaukut. Leta dëshmojnë që e kishin vetëm me mua dhe leta dëshmojnë që interesi shtetëror është mbi atë partijak. Është kurfar obligime që të sigurohen ngjashtën e nënshkrime, tentimi i dytë për bindjen tonë fuqishme përveç se drejt është edhe obligim, në mënyrë që të bëhet çmos për të evituar zgjedhjet e reja. Është dëm i madh nëse detyrohemi të kemi zgjedhje edhe në dhjetor edhe në prill. Prandaj edhe sot ne dërguam tek zonja presidente e Republikës, Vjosa Osmani, emrin e Glauk Konjufcës, ish kryetarit të kuvendit, nën kryetarit të parë të subjektit ku unë jam kryetar, që të bëjmë edhe një tentim për formimin e qeverisë, në mënyrë që mos të ketë dy palë zgjedhje për pak muaj, dhe përveç kësaj, me qenë se opozita po thotë se kurse se nuk pranon të votoj buxhet të qeverisë në detyrë, ndonë se ne e kemi bërë këtë kur ishte kryeministër Abdullah Hoti, atëherë ja leta kemi një qeveri e cila nuk është më në detyrë, po e votuar në Kuvend të Republikës dhe le ta kalojmë buxhetin. Po të ishte parakusht gjashtën e nënshkrime që të tentohet herën e dytë të formohet qeveria, nuk do të kishte pasur kuptim afati 15 ditor i cili ekziston për herën e dytë. Sepse me gjashtën e nënshkrime, po të njëjtën ditë e ka lënë qeverinë. Sa vota janë saksisht mund të merret veç se në seancë plenare. Nëse nuk e duan një buxhet me qeverinë detyrë, le ta kemi një qeveri fuqiplot, ndonsa e mund mos jetë edhe për tej prillit, por le ta miratojmë buxhetin, planin e rritjes bashkimit evropian dhe shumë gjëra të tjera të nevojshme për shtetin tonë. Tash sa i përket mandatarit të ri në tentimin e dytë, Glauk Konjufca i ka që të gjitha votat që i kam pasur unë. Ju e dini që me datën 26 tetor, në Kuvend Republikës, unë i mora 56 vota, nga 61 sa është minimumi nevojshëm. Ato 56 sigurt i ka edhe Glauku, ndoshta edhe merr ndonjë më shumë. Më pak nuk mund të marr. Prandaj është e pafalshme nëse nuk tentohet. Domthon maksimumi im që u dëshmu me 26 tetor është minimumi Glaukut. Prandaj le të përpiqemi maksimalisht që ta formojmë një qeveri e të ecim përpara. Sa i përket koalicioneve qeverisë me këto partit, unë nuk shoh kurfar mundësia as teorike më, për shkak të mos bashkëpunimit të tyre. Kemi shkruar letra, na janë përgjigjur publikisht, na kanë thënë që as nuk takohen, dhe në këtë atmosferë kaq të intoksikuar nuk po shoh se si mund të ketë bashkëpunim midis partive. Por nëse mund të krijojmë diçka elementare dhe le të jetë edhe e përkohshme, atëherë është shansi që këtë ta bëjmë nëse ekziston minimumi i vullnetit politik. Ju e dini shumë mirë që ndaj meje për një kohë të gjatë nga elementet të ndryshme opozitare është ndërtuar një urrëtie hibride, do ta quaja. Por ja që nuk jam unë tashmë aty, tash kanë dikë tjetër dhe le ta dëshmojnë që e kishin vetëm me mua dhe le ta dëshmojnë që interesi shtetëror është mbi atë partijak. Ajo çfarë ka ndodhur, besoj unë, është një padrejtësi ndaj subjektit politik lëvizja vetëvendosje ku unë jam kryetar, po për neve kjo është çështje dorës dytë. Për neve dobia për shtetin është një rëndësie më të lartë se sa padrejtësia ndaj vetëvendosjes.